Allahun e falenderojmë, prej t'i falje dhe ndim kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb. Ndërsa atë të cilën lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet më të sinqerta, e dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, kam zgjedh dy ajete prej surës Hijr, që me të vërtet këto dy ajete duhet të na këndjellin, prej gafletit, prej shpërkujdesjes që na ka kaplu. Shumë prej neve po mendojnë se jon kriju këtë, e Allahu në librin e tij famlart na ka thonë: e fa hasibtum ennema khalaqnakum abatha, a mos po mendoni dhët ju që na ju kena kriju juve kot, ardhja e jonë këtë dynja nuk është ardhja e koti, po ardhja e jonë këtë dynja ka përgjithësi, se cili ka përgjithësi për vetveten e vetë, e ka përgjithësin në udhëheqjen e tij, nëse është krye familjar, ka familje, ka evlad, ka gru, se cili e ka një ngarkesë që do të pyetet nesër para Allahut. Këto dy ajete që tash du me i përmend, wallahi billahi, me qenë zemrat shëndosha, me qenë zemrat e pastërta prej mëkateve, me qenë zemrat të mbushura iman, kur i ndëgjojnë këto dy ajete, wallahi e bën që e bën atë trup që me ndryshu, edhe me shtime me ndurët kësaj çështje. Thot Allahu në ajetin 92 në surën Hijr: fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ajeti 92 dhe 93 po thot: do t'i pyesim pasha Zotin tënd. Allahu betun vetveten e tij. I ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: pasha Zotin tënd, lanas'alannahum ajma'in, krejt këta, ty, mu, krejt njerëzit, kem me i marë në llogari, amma kanu ya'malun, për veprat e tyre që ka i kanë punu. Kemu pyti dashur jem, edhe njerë po kthena në atë që ka e thash, nuk je kriju kot, ti ki përgjithësi për ball jetës tonde, mas parti, kemu pyt për jetën tonde. Ky ajet dashurit e mi është një paralajmërim aq i fortë dhe aq i qartë, sot që tregon që askush nuk ka me i shpëtu llogarisë. I ka pa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy desh po goditen me brinat e tyre, edhe po pyet pejgamberi alayhi salatu wasallam, tha: a pe dini pse po goditen këta? Sahabët thanë: Allahu dhe dërgumi i tij e din mas miri. Tha: wallahi, tha, kanë me i lyp hak nesër ditë e kiametit, njëri tjetrit kanë me i lyp, edhe për këtë goditje pse janë godit. Ka me lyp hakun dashi për një, me që ka qenë me një brin, për i dashit me dy brina kër e ka godit. Që ata dhe Allah e përshkruan këtë moment, kur dolin me lyp hak hajvanati për Allahut, kur e marin hakun, se për hajvanati s'ka gjennet edhe gjehenem, kur e marin hakun e se cilit Allah të urdhëron mu bo hije e pluhun, edhe po besimtari kur i she hajvanati të bo hije e pluhun, lyp mu bo si ta se mërë shiko me shku në gjehenem.
Fejekulu l'kafiru ja lejteni kuntu të turabe. Do të thot pa besimtari, si kur se t'isha dhune qka, hi e pluhun. Ta shti para mendoj dashurjem, ka me e lyp hakun, e lyp hajvanati, e lyp hakin e ti. Po ku mbet haki njerëzve? Ku mbet haku i njerëzve? Para ti dashurjem ti kime e plogari ti edhe une. Ke ma u pyt për jetën tonë, se cili ke ma u pyt që shena të e hargju. Mos kujto që jeta është shëtitje. Jeta nuk o trip. Si që shpo mendojnë, disa mendojnë që jeta o trip. Po shkojnë Paris, po shkojnë London, po shkojnë Meke, po shkojnë Meke kur shkojnë për me boj badet, të tamam, ma me shpe me shku me shëtit, problem është. Jeta nuk o trip, po i dashur jem. Jeta është, fa wa rabbike, lanes elennehum e gjmajin, amma kanu ja'melun. Pasha Zotin tëndo Muhammed, do të pyten, do të meren llogarisht e gjithë për veprat e tyre që i kam punu. Kemu pyet njëtën tonde, ti që ki jetu, ti që ki 20 vjet, 30, 40, 50, 60, 70, kemu pyet që ki bo me jetën tonde. Në qka ki e hargju? Disa për fat kesh jetën e tyre hargjën gjërat kota. Hajde kanerë po thëmë, jo mi arsitu, jo, s'po dojmë mi arsitu, po thëmë kanerë shta të rritë bashtrohen adin. Po kore shato i ka bo 60 vjeta o tanë. 60 vjeta dhe hala sirin punëve të mira, sirin gati që shduhet me indajt. Po të kja, po kujton që të jadin që një kome kimbi ka karish një ndër. 60 vjet, a i pejgamberi sa osem ka thonë, a'maru ummeti bejni 60 o 70, jeta mesatare i meti temos me 60 dhe 70. Pak ka thonë njën ata që e kalunë të. Pak, të e përshet, këshërë një afishët të dalë të jashtë. Derni, të dalë edhe isheni. Po pse nuk e shfrytëzon jetën tënde? Kur do me ndryshu ti? Ti ati që ki mu pyt për Allahu subhanahu wa ta'ala, ke mu pyt për jetën tënde, për ymrin tënë, ke mu pyt për namazin tënë, ka me të vetë Allahu subhanahu wa ta'ala, o robi jem, pse si falë? Pse s'ki bo namaz? Pse s'm kjera sejsh dhe mu? E dikush e hargjon jetën e ti, këtë jetë e ti i shkon qka? I shkon të kotën. S'ka kuptim. Vallaj, jeta pa Allahun është jetë e pa kuptimt. Jeta pa Allahun që nën kupton jeta pa namaz, pa agjerim, pa zeqat, pa haq, pa pun të mira, o jetë koti. Vallaj, jetë koti. Për ato pun tjera që ka i bën, ti dush me këshyrë. Pasha Allahun më la për shtypje një hoxhë në botën arabe atje, ja bonin një pytje. Fa hoxhë, i kom jam para 2 opcioneve. Familja dhe puna. Ishte përgjinim femrore. Qa me bo? Sa bukur jepi përgjigje hoxha. Tha këshyr për cilën ka me të pyt Zoti mas porti që asa jepi për parësi. A ka me të vetë Allahu ty? A je kon drejtor i X firme sa? A je kon menageri filan pike sa? Jo mërë ka me të vetë. Ka me të vetë për namazin tënd, ka me të vetë për punë të mira. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të lëvizin komt e robit prej varit ti pa u pyet për namazin e ti. A kujton që mundesh me i ik llogarisht para Allahut, që shka thot Allahu në surën Maryam, wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda, se cili thot në ditën e kiametit do të paraqitet para ati, para Allahut subhanahu wa ta'ala i vetmuar, vetëm me dal para Allahut. Nuk del me arana, me dosta, me pasurin tonde, me autoritet. Jo. Vetëm. Veç me qefinin tënd. E kipa qefinin? As me qefin jo. Në varë në fusim me qefina, e kipa sa i frikshëm është qefini. A keni pa të qefina, s'keni pa. O shpirë me analizu. Me këqyra, jo, as ka gjepa, as kërë, thot, krejt, klot. A ma nditët i kiamet, as qefini s'ki me pas. Se ka në hadith pejgamber sasen, thot, pejgamber sasen do të dalin njerës për i varët e tyre, kom zbathur, të pa bom sunet, edhe qka? Lakuriq.
I ka thonë Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, as kanë mikshur burrat edhe gratë njëri tjetrin, se la kuriç. Tha jo, o bia e Sidikut, atë ditë është një prekupim shumë më i madh se me këshyr njëri tjetrin. Atë ditë është prekupimi çush me hinë xhennet. Ama ty edhe mua Allahu ta ka jep mundësinë me bo punë që jonë shkak për me hinë xhennet. Nëse sa je gjallë në këtë jetë, sa je në jetën e kësaj bote, nuk ja bën hizmetin punëve të mira, wallahi billahi dije që jetë e rreziku xhennetin tënd. A deri sa jetë u bo punë të mira, tu i bo për Allahun, tu mbështet në Allahun. Na e din, Allahun na e din, o dashur të mi. Allahu e din se na rëzohem pasha Zotin brenda vitit shumë herë. Rëzohem e qohem e, po Allahu e është rahim. Asu në që po flas, as ju që po ndëgjoni, nuk mundem me i që urnat e Zotit në vend ashtu që i ka lyp Zoti prej ne. Po na po mundohem, mu mundu bre Zoti ka lyp prej neve, mu mundu. E ka thonë Allahu, nëse ju bëni punë për mu, kur me i bëj punë për Allah, atër Allah që ka bën? Allahu e dënë robin. A veç ka qa, thët kur Allahu e dënë robin, i dhe habba Allahu abden, nada ja Gjibril inni uhibbu fulan. Kur Allahu e dënë robin e ti, ama e dënë robin që i bën punë të mira, që i qënë urnat e Zotit në vend, bën thirrje dhe e thirr Gjibrailin a.s. thot, o Gjibrail, unë e pe du filanin, duja dhe ti. Kur e dënë thot Gjibraili, atër Allahu e urdhëron, thot, urdhëroj banorët e qiellit le ta dojnë filanin. Kur e dojnë thot banorët e qiellit, Allahu thot, urdhëroj edhe banorët e tokës le ta dojnë, thot, le t'ja jep Allahu një pranim, e bën Allahu të pranueshëm te njerëz. Tek po disa njerëz jonë, këtë kanë qef me ndajt me ta. Po flas për besimtarët. Jo se kanë qef do me ndajt me si very bliss person që jonë këta, VIP, po, masi po, jo nuk po flas për ta, sos po apeti për ta. Unë po flas për musliman të mirë, që kanë vlera. Krejt muslimanët kanë qef me ndajt me ta. Pse? Që kjo është sekreti. E Allah kur e dënë robin e ti, edhe jep kabul, jep pranim tokë, e dojnë edhe njerëz. E kjo pasuria me e madhe në dynja dashurit e mi. Pasuria me e madhe në dynja është me qeni pranum në shoqërinë tonde, edhe me qenë produktiv në shoqërinë tonde. Por dashurit e mi, dije se njeriu këtë botë mund t'i fshihet njerëzit, mund të fshihet nga njerëzit. Kollaj mu më shef për njerëzve, ama Allah të sonim shefësh. Wallahi nesër në ditën e kiamet, dashurit e mi, pe lexoj këtë ajetën për përmbylli, Llogaria është aq precize. Edhe aq është dhe të thot, edhe për imësina kena mu pyt. Për imësina. Allahu që shka thot një prej ajeteve, kur nesër do të dalin për Allahut ata që kanë pas përgjithësi që jena unë e tjere dhe tjerët, disa prej neve kanë me thonë, ma li hadha l-kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Thojnë çka është halli këtij libri, që s'pas kalon dvogël e të madhe, pa e llogarit. Në këtë dynja kur deli dashur jam te edhe une, kur jam dalë në këtë dynja, Allahu pej ligjeve ti e ka bo që se cilë me pas ka një libër. Jo si këto do librat e dynja, se në dynja ta merë lapsin dikush të shkruan në libër tondin. Ja. Kjo libër që shkrues i vetëm i këtij libri je ti. Kur del njeriu në dynja, del me libër të pastërt. Ja nis me hinë moshën madhore. Se të hinë moshën madhore, nisin me shkru me lajket në to, punë të mira dhe punë të këqija. Nesër në ditën e kiametit që ky libër i joti dhe jenë, vallahi se cilë kena me lexu. Qëre, të mirat se cilët na vjen lezet me i lexu. Për shembull, nesër me thonë del para mahsher, para këtë njerëzve me i lexu, sa hat me Kur'an i ki bo, sa herë ki thonë astaghfirullah wa tubu ilaih, këto këtëve na vjen lezet. Ama jo me tubule sarair, thëtë Allahu, atë ditë do të shpërfaqen të fshehtat. Me dalë para njerëzve, ai që tash vallahi që të në gjami, që ka jena që ta, me të thonë qovë para këtë njerëzve, lexojt këqia tuja të vjen tërpë. Apo,
para me ndonë mahsher, prej Ademit a.s. deri te njeri fundit, ka më të thonë, iqra kitabek, lexoje librin tënd. Iqra kitabek. Lexoje librin tënd, mjafton për llogarit vetvetja jote. Ja Allah, me llogarit veten. Që ata kur e lexon librin, biri Ademit, thot mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ç'është thot me këtë libër që s'pas kalon të vogël e të madhe, po e numru, po e llogarit, wa wajadu ma amilu hadira, kanë me gjetë thot përpara thot Allah krejt ato punët e veta që i kanë bë. Wala nudhlimu ahada, askuj si bëjmë padrejtësi. Allahu s'ban padrejtësi dashurit e mi. Po e lusë Allahun që Allah më na bo nasib që kur dalim para ti me pas llogarin e letë, me pas librin e mbushur me vepra të mira, e gabimet që i kem bo, Allahu subhanahu wa ta'ala dashurit e mi pe e ka zedhë, pëse në këtë hadith pak ka kelam të muhaddithin, të hadithologët, thot Allahu subhanahu wa ta'ala nesën ditën e kiametit, që ato me lajket që i kanë shkru do punë të këqija të robëve të ti. Allah do në mja u falë. Që sa bujarë është Allah. Thot, Allah do në mja u falë që ato të këqija robëve të ti që i kanë bo, i bën me lajket me i haru ato që ka i kanë shkru. Vesh për rahmetit mja u falë robëve të ti. Allah në falë tja Rabbi. Wallahi billahi e kem një zot bujarë, pasha Allahun, i lumi aj që i kthehet Allahut, edhe kthehet ka Allahun. Kthehet ka Allahu, e Allahu na pret, që shka anë hadith vërtet, na pret, e shtrin dorën e ti natën që të pendohet me katuesi ditës, dhe e shtrin dorën e ti ditën që të pendohet me katuesi natës, dhe e shtrin dorën e ti natën që të pendohet me katuesi ditës. Allahu është fals, e don faljen, e kërkon për i neve që na me kërku falje për ti. O Zot na përmisa, na drejta, na bë që veprat tona me qenë në përputhshmëri me kënaqësinë tonë, ja Allah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.